Kthehemi në studio të flasim tani për zhvillimet politike dhe drejtësinë. Unë kam lidhje drejt për drejt gazetarin Poli Hoxha, drejtues i Alfa Press Pikal. Poli, shumë faleminderit që jemi në kënaqësi të bisedojmë. Përshëndet. Poli, po e nis me SPAK-un, diskutimin kishim dhe Klodian Brauni, raportim në kuvend. Çfarë ka bërë përshtypje nga leadershipi i tij deri tani? Është ende herët për të bërë një po themi verdikt final, por a ka gjëra që të kanë lënë përshtypje për mirë ose për keq? Shikon, ne faktikisht u mësua me epokën, domethënë kjo është epoka e tretë me kryetari i tretë i prokurorisë speciale. Ishte periudha mandati i parë i zotit Kraja, i cili e mban në mend iku pa e kuptuar fare në kuptimin e pritshmërisë, flasi ose punua dhe në atë periudhë, por ishte edhe fillimi as me zyrat si ishin të konsoliduare, jo më me staf, pastaj me prokuror, se cilët vazhdojnë, por gjithsesi, domethënë, ishte një periudhë, po ta themi në thonjza e mefshët në kuptimin e pritshmërisë. Pastaj erdhi periudha epoka Dumani, e cila ishte e vrullshme, energjike, bombastike, do të thosha her pas here me gjitha, dhe tani pas kësaj, pas ju mësua me epokën Dumani, erdhi epoka Brau, që ka vetëm 6 muaj, dhe që përgjithsisht duket sikur ka kaluar në një fazë qetësie, po jo si qetësia e Krajës, por më shumë në kuptimin teknikalitet të letrave etj, pavarësisht se kemi patur edhe këto 6 muaj 2 goditje shumë të mëdha, 3 fare me gjithë Zvërnecin, apo jo, sepse kaloi nga faza e trafiqeve ndërkombëtare të kokainës në fazën e investimeve të tyre në Shqipëri, u sekuestruan miliona metër katror etj, pavarësisht se dhe këto sidosi ishin të Dumanit, ish kreu i SPAK-ut. Por ne duhet, e bëra këtë parashtesë, ne duhet të kujtojmë që kreu i SPAK-ut është, ta them kështu në mënyrë pak kështu, është honorific në kuptimin e asaj, sepse sipas ligjit për SPAK-un dhe kushtetutës, çdo prokuror atje është vetë shef i punës së vet, i dosjeve të veta dhe i çdo gjë. Roli i kreut të SPAK-ut jo se s'ka gjëra në dorë, është më shumë për marrëdhëniet me institucionet, për marrëdhëniet me ndërkombëtarët, po dhe për këtë ka një, që është sektor Dumani, prap ka një sektor të veçantë, dhe në kuptimin e mbarvajtjes së punës, por dhe të nxitjes së punës, apo të marrjes së përsipër të detyrave që ndonjëherë duken të vështira, nëse ju kujtohet Dumani për shkak çfarë bëhet dhe si kryetar i SPAK-ut her pas here, si drejtues i SPAK-ut her pas here fuste veten në dosje që kishin risk shantazhi, presioni publik apo personal, siç ishin të politikanëve etj, futej dhe vetë siç ishte rasti Veliaj për shembull, apo dhe raste të tjera. Kështu që ky është roli përgjithsisht i kryetarit, dhe i cili njëkohësisht ka dhe dosjet e veta. Dhe zoti Brau ka dosje shumë pikante, të cilat pritet të ecin përpara, për mua kanë ecur dhe ngadalë. Por nga pikpamja, nga ajo që di unë di që SPAK-u ka hyrë në një fazë, në një epokë ndoshta më pak të bujshme nga pikpamja mediatike, por për mua më profesionale, dhe jo sepse nuk ishte edhe në kohën e Dumanit, se të njëjtët njerëz prokuror, por me duket që ka hyrë në fazën e kopsitjes së letrave sa më shumë, do të thënë gjë që e ngadalëson procesin e hetimit apo dhe çuarjes në gjykat, por njëkohësisht e kopsit nga pikpamja hetimore etj, ndërkohë që është konfident edhe te ky mandat i Braus, beson se do të jetë një punë e mirë. Po patjetër, sepse prandaj ta thash edhe këtë, nuk varet, nuk ashtu siç nuk i ka të gjithë meritat Dumani, që ka shumë merita sepse i dha gas atij institucioni në kuptimin e një zhargonit. Ai SPAK-u tashmë është një institucion i konsoliduar, BKH-ja po ecën shumë shpejt në konsolidimin e saj me ekspertë, zuri në gojë, dhe tani para se të hynin zoti Brau, i cili po sqaronte në komisionin e ligjeve plotësimin e atyre kushteve që duhet, detyrave që ka SPAK-u në kuadrin e integrimit. Foli dhe për dosjet e prapambetura që
po rikuperohen me shpejtësi, foli për marrëdhëniet me jashtë që s'janë më thjesht në fazën e letërkëmbimeve, po janë të bashkëpunimeve dhe të operacioneve të përbashkëta. Kështu që në këtë kuptim, tani nga SPAK-u pritet që në këtë klimën e re, Gjoj, të SPAK-u të jetë më i koherëzuar, jo se s'ka plot dosje atje të cilat ndoshta nuk kanë pse vonohen, nuk arrit ta kuptoj, domethënë ndoshta janë duke përgatitur diçka më të madhe se për hir të së vërtetës, edhe është bërë dhe më diskret si institucion për ne media, nga një anë është lajm i keq për ne që duam informacion sa më shumë, po nga një anë është dhe lajm i mirë se shpesh edhe kanë rrjedhur informacionet, por çështja Balluku, domethënë kam idenë që po vonohet shumë për kërkesën, kur ndërkohë e ka... Po, Gazmend Bardhi kishte një akuzë politike për këtë, po i beson se është rasti, apo jemi tek procedurat? Jo, bëri mirë, është nga rastet e ralla, domethënë që patjetër kita duhet të bëj presionin pozitiv të dur, sepse dhe logjika është e drejtë, pavarësisht se hetimet për zonjën Balluku kanë kaluar në dimensione të tjera, po përderisa ti kishe aq fakte në dhjetor për të kërkuar heqjen e imunitetit, dhe ato 16 faqe, vetë bravo atij ka thënë që po t'i mbledhim gjithë veprat penale që rridhin nga kjo, shkojnë dhe mbi 30 vite, ndërkohë që po vetë SPAK-u rreth pak kohë përpara tha që hetimet kanë kaluar ndaj zonjës Balluku në faza më të thella, sepse nga hetim për pabarazi në tendera, domethënë ka kaluar dhe korrupsion pasiv, pastrim parash, madje dhe organizatë kriminale. Domethënë bashkëpunim organizat. Dhe kur të ke dhe më shumë element, por dhe sikur atë të parë, pavarësisht nga fuqia e kartonave dhe të mos e çosh prap, këtu ka filluar të ketë jo dyshim nga ana ime, se ata patjetër unë mendoj që janë duke përgatitur një dosje akoma më të plotë dhe më të ashtu, por vetëm çështja e imunitetit, që tashmë është çështje politike, madje është dhe çështja e integrimit. Ne dimë që shumë përfaqësues të Brukselit, një e dy e zë në gojë atë veprimin politik të Partisë Socialiste të Edi Ramës për bllokimin e kërkesës së SPAK-ut, mendoj që SPAK nuk duhet të presë shumë. Nuk mbyllet parlamenti këtë vera, SPAK-u duhet të bëj aktin e vetë dhe për t'i treguar shqiptarëve që është në të njëjtat pozita si në dhjetor, të paktën për këtë çështje që është një çështje gjithëpërfshirëse, pavarësisht se emrin e ka të përveçëm, zonja Balluku, ne tashmë dimë që këtu është i përfshirë dhe kryeministri për faktin që i doli personalisht po vuri dhe grupi në mbrojtje. Okej.